Dëgjove. Selin është e vogël. Iliri është i madh, Selin është e vogël. Tani se dia që në Big Brother në bazë të moshës ke edhe aftësinë për të luajtur. U përdor mosha si çështje papjekurie, jo. Po e kuptoj, po Stine është pak kontradiktor, se është po ai që thotë je lojtare e fortë dhe inteligjente dhe po ai që pare tha. S'ka lidhje, pika pjesa Okej. Si e vogël është si mendoj që Stine do ketë kohë ta kuptoj që nuk jam e vogël dhe e papjekur. Po edhe ti do kesh kohë ta kuptosh edhe unë s'jam i bezdisshëm. Kush ka thënë që je bezdisshëm? Ato e prami parë. Se po më ndërhyje në momentin që më po flisja, si po bën tani, ai thon Selin ti flet. Kemi ardhur për ndërhyrje, ti s'njeh po më s'kemi ardhur për të ndërhyrë, je i bezdisshëm po absolutisht. Thash nuk i vej fare. Sepse Stine më ndërhyn sa herë flas, kështu që Ledion përgjigjja ime është Stine do ketë kohë për ta parë papjekurinë time. S'po ndërhyn. Për gjithë situatën? Po, për raportin me Mirin. Po. Atë që dëgjove që Miri thoshte Armirit. Po, surpriza, goxha surpriza të bukur. Që do thot? Që Miri po luan fort. U jep mundësi të tjerëve, bravo, meriton. Vëmendjen. Çfarë duhet të lexojmë mes rreshtash, Stine? Se fjalitë tua janë disi kështu triptike, duhet me... Janë të koduara. Po, edhe nuk jemi në periudhë lufte që me i qu... Po, s'ka lidhje fare. Nuk ishte ky... Po, nga dy rreshta që... Nga shumë rreshta që ishin aty, po marr atë pjesën që... Miri është ai që favorizon njerëzit, por nuk është kështu. Jemi ne që po e favorizojmë Mirin. Loj. Dhe... Kjo vetë shpallje gjatë gjithë kohës, kjo është vetë shpallje, e stisur, nuk është, du të fitohet gjë, mendoj unë. Qarë? Jo të imponohet. Miri? Unë do të reagoja vetëm për atë pjesën që është keq kuptuar faktikisht, sepse unë për atë prajmin para pata atë problemin që më përmendën pjesën e çfarë është jashtë, çfarë është brenda dhe e mora për shembull faktikisht e kam sqaruar edhe me Stinën, e kam sqaruar edhe te dhoma e rrëfimit që mora për shembull Stinën sepse e njoh më shumë dhe e di ai të kuptonte raportin që ka babai me vajzën. Megjithatë ai e kishte marrë, e mori ashtu siç e ka marrë, se duket në klip, ne kemi sqaruar. Po pra, po, në rregull, po ti e kuptove për të. Po ja, ajo duhet thënë se ngeli pa kështu. I kam kërkuar falje për atë gjën, ndjes, sepse nuk e thash me atë konotacion, por, okay. Po ndërkohë si të duket fjalia që sapo tha Stine që je i vetë shpallur. Po jam i vetë shpallur. Mua më kanë shpallur. E ke të lexueshme, jo, s'ka lidhje, ke të lexueshme. Ka shpallur, ti je mbreti, më ka thënë. Mund po s'ke kuror, po çfarë ti them tani, nuk jam mbreti. Se kjo është pra gjëja. Po mos e besoti kur të zgjidh. Po nuk e besoj unë atë gjën, po duhet të kuptosh edhe pse i jap atë lloj përgjigje Kristit. Se Kristi më ka shpallur, se kam shpallur. Jemi të folë Po pra, po nuk po e thot Kristi, po e thot Stine që ti pretendon ta kesh në atë që e quan trekëndshin e Bermudës me Armirin. Po jo, nuk e kam thënë në trekëndshin e Bermudës, nuk kam thënë që këtu. Po kush e tha në klip? Tu është një trekëndsh, Bermuda është ka dalë sepse është trekëndshi. Sa po i Pitagorës, trekëndshi është trekëndshi. Pra, ti the që është një trekëndësh. Po. Që jam unë, ti i the Armirit, dhe Nesti Bënja, që i vjeti jetë Stine. Ata e kemi për humor, ne po kemi. Po më dakord shumë bukur që e ke për humor. E kemi për humor, se edhe ai më thotë Miri i vogël. Se nuk e di pse duhet të ripërsëris klipet, se më duket sikur flas me njerëz që se janë të montuara ato, kupton? Janë montuara ashtu. Po çdo të thotë janë të montuara, çdo të thotë se e kam dëgjuar këtë fjalinë të thënë nga ty disa herë. E ke thënë edhe për atë gjën e flokëve është e montuar. Jo, nuk është e montuar. Po kështu ke thënë. Nuk ka rrjedhë, ore nuk është gjithë rrjedha. Rrjedha logjike e fjalisë është kjo. Po. Është krijuar një trekëndësh Bermude. Ashtu e mendoj, Ledion. Atëherë këtë pra thuaj, e mendoj ashtu. Dhe kur njëri nga kulmet, pra nuk po ta thot Kristi, i cili është një anije që do futet në trekëndshin e Bermudës dhe do humbi sipas jush. Po ta thot njëri nga kulmet e trekëndshit, pra Nesti Bënja, po të thot që ti nuk je i merituar, je i vetë shpallur, si të vjen kjo?
Ka mendimin e ti. Ka mendimin, unë nuk jam vetë shpallur. Nuk je vetë shpallur. Ashtu duket, mërë. Nuk e vërteti. Ashtu të duket, unë nuk jam vetë shpallur. Armir, si të duket ty qëndrimi i Mirit, raporti që ka me Stinen, me të tjerët? Kam kohë ca sekonda? Pa tjetër. Në radhë parë përshëndes Monën, se djem që është surprizë e madhe që vjen Big Brother, edhe ne nga tonë themi është babloke, në radhë dytë Arbrin, që është djalë me kulturë të lartë. Ku ke qenë ti deri sot? Në Big Brother për së më është dhe mundësia të flasë për to, që që i përshëndes nga këtu. Përshëndesim. Edhe ne. Faleminderit. Tani për trekëndshën e Bermudes, Miri realisht ka tentu që ne dalim gjithmonë kamera që themi që ne jemi trekëndshën e Bermudes. E para, flasim drejt e rrim shtremet. Ka tentuar Miri, thua? Pa tjetër, që s'bo të fjallë. Po bënja pëse nga... Tani, e dyta, trekëndshë i Bermudes, ka 2 trekëndsha, një minut të mbaroj, ka 2 trekëndsha, ka 1 trekëndsh Bermudes dhe 1 trekëndsh i Pitagorës. Trekëndsh i Pitagorës është zgjidhë si problem. I Bermudes akoma së zgjidhë. Miri nga trekëndsh i Bermudes ka kërcyme në 3 ditëve të trekëndsh i Pitagorës. E kupton? Me Selinën dhe me gocën tjetër. E kupton? Qa shpjegimi edhe tani. Pra, edhe ti, duke thënë këtë që thua, i qëndron asaj që thot Stine. Pa tjetër. Okej, Kristi? Po me thënë drejtin, unë kam qenë gjatë gjithë kohës duke hulumtuar pak për këtë trekëndshin e Bermudës, si e kanë vetë shpallur këta tani, se me qenë se për vetë shpallën gjërat këtu. E prisja një situatë të tillë, e kam parë pak Mirin pak të lëkundur, të paqëndrueshëm gjatë gjithë kohës. I kam thënë gjatë gjithë kohës kontrollin, mendoj që e ka humbur. Pjesa e shpalljes së liderit më dha akoma më shumë për të kuptuar disa gjëra. Fakti që kishte shumë më shumë vota Armiri në krahasim me Mirin. Sido që të ishte puna sikur dhe për një prapë. Si të erdhi Kristi fakti që Miri zgjedh Selin nuk zgjedh Mirin. Po zgjedh Brikenën. Po, tani u duk qartë që është pjesë e lojës. Këta natën atë bëjnë, shikojnë lojrat. Si do luajnë, si s'do luajnë, për të humbur pak gjurmët. Megjithëse kjo është bërë jo për të humbur gjurmët për pjesën. Mendoj që tani më shumë e ka pasur për Armirin dhe për Stinen. Qartë. Për t'i dhënë atyre idenë që prapa ai është me ta. Okej, Lorna? Unë nuk mendoj që ka